Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka njoftuar se do të ofrojë dorëheqjen nga posti i kryetarit. Ai ka theksuar se ndihet i obliguar moral dhe politik të marrë përgjegjësinë për situatën brenda partisë. Dorëheqja e tij do të vihet përpara kuvendit të LDK-s, i cili do të vendosë përmes votës nëse e pranon apo jo. Lidhur me këtë, politologu Fahrettin Majkovci, në një prononcim për Bota Sot, ka vlerësuar se deklarata e Abdigjikut për dorëheqjen e pasqyron krizën e thellë politike brenda LDK-s. Ai ka theksuar se LDK-ja, dikur partia me mbështetjen më të madhe prej vitit 2006, ka pësuar rënje të vazhdueshme elektorale duke humbur besimin e qytetarëve. Deklaratat e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku për ofrimin e dorëheqjes, por edhe mundësinë e shëndrimit në krye të partisë, nëse ajo nuk planohet, pasqyron situatën e vështirë politike në të cilën ndodhet LDK-ja. Si partia më e vjetër dhe ndër më me peshë në vend, LDK-ja që nga viti 2006 është përballur me rënje të vazhdueshme elektorale, nga rreth 360.000 vota dikur në 6 vitet e fundit ka rënë në 200.000 vota, duke humbur gradualisht besimin qytetar. Edhe gjatë lidershipit të Abdigjikut ka pasur prirje të mëdha që nuk janë përmbushur, ndërsa rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit ka thelluar krizën e brendshme. Në këto rrethana, dorëheqja ka qenë e pritshme dhe do të përfaqësonte një akt përgjegjësie politike si hapi domosdoshëm drejt reflektimit dhe reformimit të LDK-s, ka thënë ndër të tjera ai. Gjithashtu, Majkovci ka shtuar se për LDK-n, më e rëndësishme se dorëheqja është nevoja për formim të thellë dhe reflektim dhe rikthim të besimit e qytetarëve. Dilema kryesore për LDK-n nuk është vetëm pranimi apo jo i dorëheqjes së kryetarit, por nevoja urgjente për analizë të thellë, reformë reale dhe rikthim të besimit qytetar, nëse synon të rifitojë rolin e saj historik në skenën politike të Kosovës, ka theksuar ai. Tutje, Majkovci ka zbuluar se nga çka varet shkarkimi i Abdigjikut. Mundësia që Lumir Abdigjiku të shkarkohet nga kreu i LDK-s varet nga disa faktorë kyç, si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm. Në aspektin e brendshëm, vendimtare janë qëndrimet e strukturave partijake. Aktualisht shumica e tyre duket se janë të prirur të i japin mbështetje Abdigjikut për të vazhduar në krye të partisë, pavarësisht rritjes së zërave kritik dhe pakënaqësive që po artikulohen gjithnjë më hapur brenda LDK-s. Pas rezultateve zgjedhore, një çështje tjetër thelbësore është mungesa e një alternative të qartë. Shtrohet pyetja nëse LDK-ja sot ka një personalitet brenda apo jashtë strukturave aktuale që do të mund sillte frymën e ndryshimit, reformimit dhe rritjes elektorale. Për momentin, nuk duket se ekziston një figurë e tillë që do të bënte të pashmangshme ndryshimin e lidershipit. Sa i përket faktorëve të jashtëm, pozicionimi i LDK-s në procesin e zgjedhjes së presidentit dhe qëndrimin ndaj një koalicioni eventual me lëvizjen vetëvendosje do të jetë vendimtar dhe përcaktues. Të dyja këto çështje kërkojnë përgjegjësi dhe përgjigje të shpejta dhe të qarta, pasi do të ndikojnë drejt për drejt jo vetëm në orientimin politik të LDK-s, por edhe në fatin politik të kryetarit të saj, ka përfunduar Majkovci.